Lidhja jote me Sienën nuk përfundon këtu. Data e lindjes edhe mosha kur I ka fitu të rititëj janë komplet ngjashme me ato që ka ke bëti tash. Po. Kuptohet, e fneshme e autoslalom, po ideja e datës lindjes edhe trofeve e ngjashme është këtë zakonshme. Unë tu kqyr për Sienën, kom kqyr shumë dokumentar, kom kqyr gjithçka për to dhe në të thash, hajt të kqyri kur ka lind. Se për datën kur ka vdek pedim krejt, për shoh data është e njëjtë, 21 mars. Edhe, okej, thash, koincidencë. Ndërkohë tash kur u bona kampion për herë tretë në autoslalom, e kqyri moshën është e njëjtë edhe Siena kur u bona në 91-ën. Andalu pak të fnishi. Qysh po doket sezoni aktual? Sezoni aktual faktikisht me çto ndrimet e fundit edhe me pikë që shënë ofru Lando me Piastrin, është më interesant se vitet e kalume, kur pedim që një shofer është një boledër superior dhe ka me fitu gjithçysh. Po tash këto nashta më me thonë performanca jo e naltë e Piastrit që po thonë shumica, edhe jo bolidi I njëjtë me Norrisin e kanë bërë që mu afru me pikë. Po në besoj që në këtë sezon Piastri ka me marrë veten, edhe siç e pash më herë në intervistë, Piastri ka tash një konfidencë pak më të madhe. Është ky bolidi tamam I ngjashëm me Norrisit.